Gjatë këtyre ditëve janë intensifikuar kontrollet në teren në bashkëpunim me strukturat vendore për parandalimin e tregtimit dhe përdorimit të paligjshëm të fishekzjarëve dhe lëndëve piroteknike, ndërkaq forca shtesë policore janë angazhuar në zonat urbane, sheshe dhe ambiente ku pritet grumbullim qytetarësh. Kontrolli i lëndëve piroteknike, ku në bashkëpunim me strukturat e shërbimit mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimit dhe agjencitë e tjera ligjpatuese, po ushtrojmë kontrole dhe, siç e keni ndjekur dhe ju nëpërmjet televizioneve, kemi bërë disa sekuestrime dhe disa ndëshkime në lidhje me paligjshmërinë e përdorimit dhe administrimit të lëndëve piroteknike fishekzjare. Do të vazhdoj puna me intensitet lartë dhe këtu duhet të jap një porosi për të gjithë ata që tregtojnë apo do të përdorin lëndët piroteknike, që të bëjnë kujdes, të administrojnë dhe të përdorin sipas rregullave vendosur. Një detyrë posaçme me këto shërbime do të ketë natën e ndrimit të viteve, do të mbajnë kontroll të plotë të gjitha ambientet e hapura dhe të mbyllura ku do të organizohen ceremoni të darkës së ndrimit të viteve. Në ditën e fundit të vitit, situata në pikën e kalimit kufitar Kakavi paraqitet e qetë dhe pa probleme, ndërkohë që në qytet vihet re një fluks i shtuar lëvizjesh. Vetëm gjatë 24 orëve të fundit, në pikën dallkanore të Kakavijes janë përpunuar gjithsejt 9.149 shtetas në hyrje dhe dalje të saj.